Bashkia Lezhë ka shpallur hapjen e tendrit për rehabilitimin e rrugëve urbane. Fonti limiti për llogaritur është 330.563.000 lek. Investimi synon të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e jetës për banorët dhe të rrisë sigurinë rrugore. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, në fokus të këtij projekti është rehabilitimi i rrugës Shelbuem. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, në fokus të këtij projekti është rehabilitimi i rrugës Shelbuem, një nga akset kryesore të qytetit, e cila aktualisht ndodhet në gjendje të rënduar infrastrukturore. Sipas dokumentacionit teknik të përfshirë në tender, konstatohet se kjo rrugë paraqet një sër problematikash të theksuara, përfshirë plasaritje të shtresës asfaltike, gropëzime të shumta si dhe prishje të strukturës ekzistuese të rrugës, që bëjnë të vështirë dhe të pasigur qarkullimin për mjetet dhe këmbësorët. Po kështu, një tjetër segment që do të përfshihet në ndërhyrje është rruga Princat e Kuvendit, e cila ndodhet në një zonë të banuar. Edhe ky aks do të nënshtrohet procesit të sistemimit dhe asfaltimit për të krijuar kushte më të mira për lëvizjen e banorëve dhe për të rritur aksesin në këtë zonë. Projekti i rehabilitimit parashikon ndërhyrje edhe në disa rrugë të tjera urbane në qytetin e Lezhës, të cilat paraqisin problematika të ngjashme infrastrukturore. Bëhet fjalë për akse të rëndësishme brenda zonave të banuara, ku pritet ndërhyrje për përmirësimin e shtresës asfaltike, sistemimin e trotuareve, të cilat ndodhen në zona të banuara. Ndërto janë Mbretëresht të Uta, Nën Tereza, Ibrahim Kodra, Gjergj Araniti, Ullishte, Becvetani, Qemal Ataturku, Besa, Pjetër Arpnori, Dardania dhe Principata e Arbrit. Kjo nismë për rehabilitimin e rrugëve urbane vjen si pjesë e planit të bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës.